Dafina? Veshjet e dorës së dytë, unë mendoj që janë zgjedhje e mençur. Pse në ditët e sodit se duhet me investu shumë marrament se për një outfit ditor. Në këtë rast, ja vlen me diskutu për shembull nëse e kom vesh një setër që e kom ble para 5 viteve në second hand, domethënë çfarë premje të bukur ka, vetëm 5 euro. Kërë marrë dhe një setër tjetër, 3 euro makalon. Për me do është me shit, vetëm 5 euro. Ama 3 euro makalon se e ku marrë dhe një tjetër. Okej, po që qenë ka për një me të vërtisht shumë setër e bukur. Qka nuk kisha ble gjana të mbranshme, të gjanat e përdorura edhe pantolla, për ndryshe, setra, shalla, çanta, jo për shkak infeksioneve. Atin nuk preferohet. Okej. Si pas mirësisë, si pas logjikës tem, po setra, këto sene, bile me këshyr mirë në ata që ka një uri rrëth modës italiane, zgjedha perfekte janë veshjet e dorës së dytë, ka gjithë shka, ki komplete, ki setra që asë në Kosovë nuk i ki. Mu rastim ka rastisë, unë e kam shoqëri në Shqipëri, e kam Mikeshë Miranda Dupin, është dizajnerja ma njohur në Shqiptari. Ajo mu qitë setër ma ka kërku për mja, Huazu Samantha Karavelli, a shëkëm bjamnin. Edhe ma ka kërku, më thonë jo, se du me majtë vish për vete, du me thonë në ditë sodit... Në ta kërkuona, ma jep? Pa tjetër. Samantës ju organizus po, a? Në ditë sodit me me një qese para gjykohë shumë, edhe me njerë vjen ajo për shtypja s'ka mundësi. A më realisht tonë e për veti ma shumë njëna rahat kër e kam një diçka të veçant, se sa një diçka që mundet me pas edhe 10 veta tjerë. Edhe me këshyr mirë edhe në për butike tona që